Në shtëpi shpërthen një debat i fortë mes Brikenës dhe Selinës. Atmosfera në fillim duket e qetë, por shumë shpejt situata tensionohet kur Brikena vendos të thotë hapur mendimin e saj për Selinën. Ajo thotë se nuk i duket as pak e sinqert mënyra se si Selina po sillet me Gimbon dhe se sipas saj, Selina nuk e do vërtet atë. Brikena vazhdon duke thënë se ajo ka vënë re shumë momente gjatë ditëve të fundit që e kanë bërë të mendojë kështu. Ajo thotë se njëherë Selina duket shumë e afërt me Gimbon, ndërsa herë të tjera duket sikur po e përdor situatën vetëm për të marrë vëmendje në shtëpi. Selina thotë se askush nuk mund të di çfarë ndjen ajo brenda dhe se Brikena po flet pa e ditur të vërtetën. Debati mes tyre bëhet gjithnjë më i fortë dhe edhe banorët e tjerë fillojnë të afrohen për të parë çfarë po ndodh. Ajo thotë se për të është shumë e qartë se Selina nuk është e sinqertë dhe se gjithë kjo histori me Gimbon po përdoret si pjesë e lojës brenda shtëpisë. Ajo thotë se është lodhur duke dëgjuar njerëz që komentojnë jetën dhe ndjenjat e saj dhe se Brikena nuk ka asnjë të drejtë të thotë se ajo nuk e do Gimbon. Në një moment debati bëhet edhe më i ashpër, pasi Brikena i thotë Selinës se nëse ajo do ta donte vërtet Gimbon, nuk do të kishte dyshime dhe nuk do të ndryshonte sjellje kaq shpesh. Selina e kundërshton menjëherë këtë dhe thotë se çdo njeri ka mënyrën e vet për të përjetuar ndjenjat dhe se askush nuk mund ta vendosë një rregull për këtë gjë. Ndërkohë banorët e tjerë shikojnë debatin me shumë interes. Atmosfera në shtëpi bëhet shumë e tensionuar dhe duket qartë se kjo përplasje mes dy vajzave mund të vazhdojë edhe më gjallë.